Pasha Allahun që është një, betonan Allah subhanahu wa ta'ala, se ajo gru e cila drejton edhe të qënë në të rrugë që mos me respektu babën edhe nonën, nuk ka hajrë në të gru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë, kanë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastë, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Mlani në radhë të parë që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Elus Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeru, Allahu agjerimit na e ketë pranu, gjunat na e ketë fal, na ketë liru pi zjarmit xhehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Kjo realisht është ligjërata e 6 apo këshilla e 6 në këtë Ramazan të vitit 2024, gjithsesi 1445 sipas llogarisë islame. Inshallah taala sonte kem marrë një temë që me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala ka çështja e ka afru afër, e ka lidh me adhurimin ndaj tij. E ka lidh me adhurimin ndaj tij. Atë shumë e ka afru dhe të thotë për me të regu peshën e rond dhe peshën e madhe që e ka të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo çështje është fjala për respektimin e prindve, respektin ndaj prindve. Me të vërtet jetojmë një koku as nafile nuk është, as vullnetarës është bo me i respektu prind. Realisht respektin ndaj prindve është obligim prej obligimeve që Allahu i ka obligu robët e vet. Sikurse Allahu që na ka urdhëru me adhuru ata, me u bind atij, me bo namazin, me agjeru Ramazanin, me dhuru zekatin, me shku në haxh, po ashtu Allahu na ka urdhëru që ne me i respektu prindërit tonë. Që shtash edhe në fillim Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lidh adhurimin me të, e ka lidh dhe ka afru edhe respektin ndaj prindve. Ku thot Allahu tebaraka wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shqo subhanallahu العظيم këtë porosit art dashurit e mi. Wallahi kjo porosi e art. Ilumi ai cili punon me këtë urdhër të Zotit, e i mjeri ai cili është larg këtij urdhri. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Zoti yt Allahu ka dhënë urdhër të prerë që ai të adhurohet. I vetmi që duhet adhuruar është Allahu. Pastaj thot وبالوالدين إحسانا. E me prind silloni mënyrën e bamirësisë
sillën në mënyrën më të mirë ndaj prindve. Tash vazhdojnë normat edukative që duhet robi t'i ketë përballë prindve, thot imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Nëse njeri prej tyre, baba ose nona, apo të dytë, kanë kapur pleqërin, kanë arritur pleqërin, e ata jonë pranë teje, kujdesu ti për ta. Kujdesu për ta. Pastaj, subhanallah, shqo, Allahu, me njëherë mbas kësaj, dënë me të regu se kujdesin ndaj prindve nuk është i letë. Kujdesin ndaj prindve nuk o i letë. O i letë veç për ato që Zoti ja ka lehtësu. Se në vetë vete, ka vështërsi. Ama Allahu si që me njëherë mbas kësaj që ka thot, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. E kur kujdesesh për ta, as më zbo për balë kërkesave të tëne. Edhe të këpopulli janë përdoret edhe të këpopulli janë fjala e përdorin. Fjala është për shprehjeve të Kur'anit. Kjo është më e pakta do thot, me thonë kushtimisht, revoltën ndaj prindit. Me bo me thonë njeri veç ka hinë gjunat matë e Zotit. Po me thonë diçka ma shumë, pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala na porositat wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mos u bëj vrazh ndaj tyre. Mos u bëj vrazh ndaj nanës edhe babës. Po me fjalë të mira e të buta, bëj respektueshëm ndaj tyre. Pastaj thot wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma. Dhe në shaj të mëshirës, shaj respekti, shtri pranë tyre kraharort e tyre, kraharort për ullës tut, edhe thuj, wa kur rabbi rhamhuma kema rabbejani saghira, edhe thuj, o Zot, më shiraj këta dytë si kurse mu, me edukun kur unë isha i vogël. La ilaha illallah, wallahi l'adhim, haki i nanës edhe i babes a haki madh. Wallahi billahi, nuk mundet me i dal hakit kush. Nuk mundet me i dal kush hakut prindit, me i dal hakut nanës, me i dal hakut babes. O hak i madh që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka afru respektin ndaj tyne me adhurimin ndaj ti. Pastaj dashurit e mi, nëse e marim edhe shiqojmë çka është respektin ndaj prindve. Respektin ndaj prindve, dashurit e mi, është vepra më e mirë dhe më e madhe që të afron te Allahu subhanahu wa ta'ala. Është për veprave më të mëdha që të afron te Allahu te bareke wa ta'ala. Edhe është për veprave më të dashura te Allahu subhanahu wa ta'ala. Për atë, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, në shok për shokëve të Muhammedit alayhi salatu wassalam, një det e pyti pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i tha, ja Rasul Allah, o i dërgumi Allahut, ejul amali ahabbu ila Allah, tha o i dërgumi Zotit, cilat jon veprat më të dashura te Allahu, cilat jon ato vepra që jon më të dashura te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e vet. Allahu e don namazin me fal në kohë. Pastaj tha, ja Rasul Allah, qala birrul walidain, pastaj tha, respekti, mirësjellja ndaj prindve. Pastaj thash, ja Rasul Allah, pastaj tha, lufta në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shqo, pejgamberi s.a.s. e futin mes dy adhurimeve të mëdha, që është namazi edhe lufta në rrugën e tij, e futin mes këtyne dyjave kanë respektin ndaj prindve, mirësjelljen ndaj prindve. Nuk tha pejgamberi s.a.s. për veprave më të dashura te Allahu është me thon kaq herë subhanallah, elhamdulillah, këto këtë janë dashura te Allahu. Ama pse veçoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Për me tregu se pesha e prindve është peshë e rëndë, edhe është
çështja e madhe që Allahu e don prej neve. Për atë arsye, respekti i dashurit e mi ndaj prindve dhe mirësjellja ndaj tyre është rrugë edhe shkak që të çon ty deri në xhennet. Unë besoj që secili prej neve, secili besimtar që ka thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, synimin e ka me hin xhennet. Apo, a don me hin xhennet? Bonu i mirësjellshëm me prind. Nëse e ki babën, nanën, gjallë, ndej afër. Ndëgjoj ata. Bëni hizmet. T'jesh afër kërkesave të tyre. Wallahi billahi, kjo është rruga mas afërti që të çon në xhennet. Dëgjoj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që hadithin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku thot: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul raghima anfu thumma raghima anfu qila ya man ya Rasulullah qala man adraka al-walidayn inda al-kibri ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulu al-janna." Allah. Tha Ebu Hurajra, kom dëgju pejgamberin alayhis salam duke thonë: qofti në çmum, pastaj qofti në çmum, pastaj qofti në çmum ai i cili arin ndonjërin pi prindve apo dyt i ka, edhe nuk hyn xhennet. Nuk hyn xhennet, te u bo hizmetin nanës e babës. La ilaha illallah. Përse hizmetin ndaj nanës edhe babës, po çai kanë xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk jo fjala e hoxhës. Fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Parat qëre një pej dietarëve të mëdhaj, Hasan al-Basri rahimahullah, shiqo Hasan al-Basri që e ka jep definicionin e mirësjelljes ndaj prindve. Çka ka thonë? An tuti'uhuma fi kulli ma amaraka bih. Fa ti bindesh nanës edhe babës në krejt kërkesat që ata të urdhërojnë ty, derisa ato kërkesa nuk janë çka? Nuk janë gjunahe. Tha ti bindesh nanës edhe babës në të gjitha kërkesat që ata kërkojnë prej teje, derisa kërkesat e tyre nuk janë gjunahe. Ndërsa tha mos respektim ndaj prindve është mu distancu për prindve, zotin arrujt, mu largu për tëne, me i lon ata, edhe mi privu ata dyt për i hajrit tënd. Me i provu ata dyt për i hajrit tënd. Baba e nana dashurit e mi, vetja përshë fjala bab, fjala nan, vallaj t'inglon bukur, edhe për veshin e odhën. E let për gjuhën, e let për veshin, e dashur për veshin. Vallaj kër e ndëgjon fjallën babë, ndëgjon fjallën nan, të kënaqet veshi. E sidomos që i keni prind gjallë, di janë i kimetin. Sa aty në që ju kanë dek prindat, e din sa e dhim shmash, dikush e lyp babën me pas afer, me bo muhabet me ta, me qa halin me ta. E ti që e ki babën gjallë, e ki edhe nanën, dia kimetin Allahut, dia shoqërinë Allahut, edhe ri afër tëne, se baba e nana nuk rënojnë gjeth. Na shpesherë, sidomos a kipon këtë Ramazan, na ngajnë për iftara, thira i thirë kë, e ndoshta dikush, zotin arrujt, kapi asin e njerëzve që, ndoshta kalon në Ramazani e nuk e hanë një iftar me nanën e me babën. Tu nga mbas shokve shoshni, so i dashur jam. Wallahi nxen krejt iftarat me shoshni. Ama kur dek baba e kur dek nana, mo ata si nxen. Mo nuk i nxen ata. Për atë arsye, kujdes se ata nuk jetojnë gjatë. Ata nuk jetojnë gjatë. Një ditë kanë me të mungu në sofrën e iftarit, në sofrën e syfyrit, pyetini ata që tash jon të ndjej këtë mungesë, pyetini ata çush është. Edhe ata të tregojnë mas mirë të çfarë ndjenje e vështirë është kur ti thirr ezani i iftarit edhe se kin sofër nanën e babën. Nuk e kin sofër. Për atë kujdes. Për gjërave të përhapura në kohën tonë, për fat keq që është mos respekti i prindve, kjo a di të kush ndodh, a di kush nuk e respekton prindin. Ai që ka fetarit pakt ose s'ka fetari hiç.
s'po ma qëtë goja me thonë s'ka fetari hiç se po mdoket pak e rodë. Ama një njeri që s'ka fetari, që se beson Zotin hak, apo besimi i ti o besimi lëvë, i veç që së këput, të ajë ndodhë mës me respektu nanën e babën. Se aji cili e lexon Kur'anin, i lexon këto ajete, nuk mundet me e bo kabullaj mës me respektu nanën edhe babën. Kur i ndëgjon ton këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndodh kjo tek shpirtat e ligë. Shpirti ligë se respekton nanën e babën. Është edhe një fenomen shumë i keq, që tash e di që këto feministët kur të ndëgjojnë na gjuhën qaf e i dhohen dhe po pasha Zotin, është edhe rebelimi, edhe ndikimi i grave të këta burecat, s'po thëmë të burat, se ai burë që e ndëgjon grun, mës me respektu nanën e babën, ati s'bën me i thonë burë, as mashkull s'bën me i thonë, pas po ti qësh me i thonë. Ky ndikim që është për fat keq, sot vinë, donë mu do, vjen thot du mu do, pse do mu do, o zotëri, pse? Thot se nusja s'po ma duron nanën edhe babën. Nuk po ma duron nanën edhe babën. Kur e veta të zojen e ndërume, me yllë në bal, që bën ti? Valla unë e qona në te të shkojnë punë, mashallah të koftë. Dhe i sa punën ti? Derin 3. Kur të vjen 3, du të me flejt. E me flejt ka gjysore një orë nuk flejnë, po flejnë ka 2-3 sahat, ajo qohet të njështë, dhe i sa të këfillet, bëhet ora 7, a në 8 e gjys plak i flenë, shkoj, s'ka plesht ku të bëhet 8 e gjys noda, ta opa, shkoj me flejt, sërina ta të këtër dhe 12. 3 sahat, as 3 sahat si kalon me plakin, thot s'po muj me eduru. Mërë e shkret, Allah e shkret jeti, edhe këj shkretani tjetër. A me ta pru nanën edhe babën të ndën shpe? Me ta pru babin edhe mamin? E duron babin edhe mamin? A babi mami bën. Babi mami bën. E ky babi mami? Ky babi mami nishi dyshja, si jonë këta babi e mami a? Ja, babi mami bën, që ja përshenane që shpo kesh, tu hitu kesh. Kesh. Po se me pru mamin edhe babin, po bajka. A kë i shkreti, kë, haj që cili o shkatru, mëra me bo, ajo vjen në konakt ati. Vjen, e respektoj në krejt, edhe zdan. Edhe kjo një prej shkaqeve të mos respektimit për të dashurit e mi, ne po na vjen me kesh, unë e di që kanë erë po kesh me këto grimasat e mia, sonë me kas bëj, se këta që shtu duhet mi përçmu, se s'kam nuk kam formë ndryshe, ato se edhe më ndryshe i duhet me thonë. Ama kjo me kaj dashurit e mi. Që kjo është me kaj që ato ndosë shërin tonë. Kjo realiteti. Gjdo të dytën dit ka shkururzime. Shka ku kryesori shkururzime vash mos durimi i kuj i pleshve. Pse? Sa e zoja dënë me dalë me rru vetu me këtë sharlatanin banes, e kur të të në vetu ma të herë qohet det, herë qohet nënd, herë qohet një, tani, herë i bon buk, herë si bon buk, herë i këdën gati, herë si ringati, kur dë në thirë shoqet, kur dë në thirë mamin, kur dë në thirë babin, kur dë në thirë motrën, ke që kjo realiteti, opton. E kura me vjeheria të jasë, shkan kështu se me vjeheria të shkan pasuli kokra. Që kjo realiteti shoqërisë tonë, unë e di që to fjallë të mija s'kan qef me ndëgju. Unë e di që to fjallë të mija nuk kanë qef me ndëgju, po që kjo realiteti. Që kjo realiteti për fat keq. A pejgamberi s.a.s. shqyqa subhanallah il adhim. Ndëqa që shën eduku sahabet, që shika eduku pejgamberi s.a.s. sahabet e ti. Mi ka kalëzu çfarë pozitet lartë kanë prind. Thot Muadhi radiallahu anhu, ausani Khalili, më ka porosit i dashur jem. Pejgamberi s.a.s. Më ka thonë qka? Qa i ka thonë? Farë porosia ka jep? Ka thonë, mos u bëpi atyne që nuk e respekton nanën edhe babën, nëse edhe nana edhe baba të urdhërojnë me dalë për i largu për i familjes tonde, edhe për i pasuris tonde, dush me bëhat punë. E të një rasën e Ibrahimit a.s. kur karë me vizitu Ismailin, djallën e ti.
Nusja se kanë gjoft, se vedin ndodhin e Ibrahimit e kalon Ismailin të qenë të vot, gëll me Hajerin. Edhe ka shku, kur arë me vizitu, herë kër u martu Ismaili, e ka po, nusën e Ismailit, e ka këshyr, e ka po që si ka fjet e mira, ka thonë, kur të vjen buri, thuj ke qështu përshkruje, ka vizitu, thuj dhe të ndronë pragin e derës. Dhe të ndronë pragin e derës. Kur arë Ismaili, ka thonë, kush ke? Thotë që, ka thonë, baba, ka thonë, baba, me ndru pragin e derës. Dhe me këme lëshu grunë, së është ke gru për ty. Sot me bo me i thonë, zotin arrujt, baba, gjallë jem që këtë qikë so për ty. Kjo budal, vjen me nërë të hoqa, hoqë bre, a bu, ma tufë bu, hiq me s'po mërvesh. Se subhanallah. Nuk po kupton hiq, a i sotu ma kuptu boten. Une kom kohën me qilip, hoqë ka dole adin, une jeta jemo adin, të dua me dënë në Instagram. Se me bo me auqit një kamerë në shpi, sot shamet e sot ofendumet, a u tonë të kushtë jama një arab që ato në Instagram me henasina, ajo në realitet ashka jonë. Se na sot jetojnë për Instagrama. Dikosh jeton për Instagram, jeton sot. E qëtë ati tak të kesh, a u tonë, në bast shkrepjes, mrojshëm. Që kjo realiteti? Që kjo është shoqëria që neve në rëthon? Pasha Allahun, kuptojnë një send mirë, porosi për juve djemë tri, që halasën i martu, po edhe që një të martu, po sidomos ju që se një martu. Pasha Allahun nuk ka khajr në të gru, pasha Allahun, po betona në Allahun, pse po betona, po du me tërgu se këto shka po du me thonë, vallahi është e madhe dhe topi se lumë të shka më të thonë. Pasha Allahun që është një, betona në Allahun subhanahu wa ta'ala, se ajo gru e cila drejton, edhe të qënë në të rrugë që mos me respektu babën edhe nonën, nuk ka hajrë në të gru. Ka një 5 lirshën gjdo sabah me të aqit, pa të 5 lirshën me të aqit, ka një, vallahi nuk të vynë. Ajo gru që të qënë në të rrugë, në rrugën e mos respektimit të nonës edhe të babës, ajo gru nuk vynë. Ajo gru po dënë me qunë gjehnem, pik. Edhe s'ka tjetër. E tashti, këshër, a dënë me hinë gjennet, a dënë me hinë gjehnem. Një gru që të largon për respektit ndaj nonës ndaj babës, një gru që të largon për respektit ndaj vllaut më të madh, një gru që të pengon ty edhe bëhet sebeb me t'i shkput ty lidhjet fari fesnore, ajo gru zvyn, ajo gru e keqe. Parat t'i frikojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndëgjaja Abdullah ibn Omerin që na tregon. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu tregon për kon për babën e vet. Kush e kon baba i Abdullah ibn Omerit? Omeri radiallahu anhu. Abdullah ibn Omeri thot e kon pas një gru, se ata kanë pas më shumë se një gru. Nuk i kanë pas se kanë që thonë. Si na. Ata kanë pas më shumë se një. 2, 3, 4. Edhe Abdullah ibn Omeri thot e kon pas një gru të cilën thot babas ma dojke. Si pëlqej kjo Omerit. Sjellja e saj nuk i ka pëlqy. Thot edhe ka arë një ditë Omer radiallahu anhu ka thonë, o Abdullah ka thonë, lësho këtë gru, nuk ka kjo gru për ty. Faun e refuzova ofertën e babës. Tha atër Omeri, tha shkojt e pejgamberi s.a.s. me rënku. Kur shkojt e pejgamberi s.a.s. rënkaj, tha më thiri pejgamberi a.s. edhe çka më tha ndëgjoj e babën, edhe përgjigju kërkesës babës. Atër thot Abdullah ibn Omeri, thot elshova ndru. La ilaha illallah. Kjo do më thonë me kuptu në suaza normale se ka bab budal. E keq më thonë, ka baba budal që është top njeri, por s'kfill të gjohet, njën do, në sabaja ka i nati vetit, në bazit e ka i nati këtë pejes. Qështu jonë, në sabah si të qota e ka i nati vetës. Si të kalon sabah i ta një anis, tu do rrugë qere kë. Vesh të shojë që ka la thonë. Këta jonë njerëz, këta me thonë ka i tullë mongi, pak është. Na nuk po flasim për këta njerëz, se ka njerëz sumut. Jo, kur nusja e mirë, ka akhlak të mirë, ka moral të mirë, ka fetari, ka është e urtë, e ndëgjush me këtë, vjen qotë pesh, nona, baba me lëshu, ja zban me ndigu, ja zban. Na po flasim, kur baba dhe nana me të vërtet janë njerëz të mirë, normal të arsyeshëm, e gruaja është e dallëdisme, s'don me ndëgju, don mu gjyxav që shtojmë na peja. E po ajo ndo të ditën e got.
vjera një fjallë, kjo 5. Kësaj duhet qka? Qa thashe Ibn Tejmije, qa ka thonë Ibn Tejmije rahmetullahi në këtë temë, ka thonë ajo e cila e ka gjuhën e gjatë për balë prindve të bashkëshortit, ajo i ka dit e numëru me në qpi. Ndëgjaj u dashur jam, ndëgjaj këtë tash edhe e kupton rëndësin që e ka respektin ndaj prindit, që thot Ebu Derdaja radiallahu anhu. Qërë tash, se sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jon konkretet dukun vend ka nelt vllazni, hypni nelt ka një 10 vetra lirësh jon. I ka eduku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka eduku pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe u ka tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kalon asnjë çështje të fesë pa e shpjegu. Çdo detaj të fesë ka shpjegu. Çdo detaj të fesë ka shpjegu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çu ka eduku dhe sahabët e kanë marrë menere kanë qitë në praktik. أبو درداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجل أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فات أبو درداء إكاارني نيري أبو درداس شوكت بيغامبر صلى الله عليه وسلم edhe I ka thonë, unë e kam një gru, e nana po më urdhëron atë gru qka me shkurëzu. Qësha I ka thonë Ebu Derdaja? Ka thonë se me të Rasulullah, e kam dëgju pejgamberin s.a.s. duke thonë, el walidu awsatu abwabil janna. Prindi ka thonë, është dera e mesme e gjennetit. Nëse dënë thot, ndëgjo, thot nëse dënë ti në përkombe këtë derë, humbe këtë derë, e nëse dënë ruje. Ruja atë derë. Në këtë hadith dashurit e mi është një çështje e qartë, se respektin ndaj prindve qenë ka dera e mesme e gjennetit, mos respekti po të largoj ka dhe po të hup ka këtë derë të mesme të gjennetit. Parat Mujahidi, një pi komentusve të Kur'anit, që shka thot? Qëtësi, thot Mujahidi, thot la yanbaghi li walad. Që? Thot Mujahidi, nuk I takon thot evladit, nëse baba mësyn edhe dën me agodit baba, s'bën me aqit dorën me ndol. Demek, du të me ndajt si dras. Si drasirin. Edhe kjo thot të regon respekt. Thot e aji cili e këshyr babën e vetë më rallëshem kur baba I fol, aji se ka respektu babën e vetë edhe hinë gjina. Mos respektimi I prindit dashurit e mi, mos mirësjellja ndaj prindit është për mëkateve të mëdha. Është mëkat që robin e bën me qenë pretendent me hynë zjarë xhenemit. Çdo gjuna I madh, është shkak edhe e bën robin që e bën pretendent e bën me hynë xhenem. A hin as hin, kjo mesele tjetër është. Ama e bën e qet në autostradë xhenemit. Tash a ja vazhdon rrugën, a I shpëton në Allah e din atë. Para dashurit e mi për fund, shiqaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po afrohet koha, na ka tregu edhe I ka numëru 7 mëkatet shkatruse, 7 mubiqat, 7 mëkatet shkatruse, një ndër to I kanë thonë, çdo është ka thonë uququl walidain, mos respektimi I prindve. Mos respektimi I prindve, para dashurit e mi. Respekti ndaj nanës edhe ndaj babës është një çështje që Allahu e ka ngrit, edhe ka bo atë që e respekton nanën edhe babën me qenë krenar në dynja e në ahiret. Parat në gjesh ka thot Bishr ibn Harith, që kanë kuptu muslimant e partë hershëm respektin ndaj prindit, se ka ardhur në hadith, po duhet me përshpejtu qarës po kem, ka ardhur në hadith, ka ardhur një pi sahabeve, Muawija ibn Jahma, ka ardhur me vetë, me shkun luft ka lyp. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ki nonën gjallë? A ki nonën gjallë? Ka thonë po, shka ka thonë se te kon të sa e ki gjennetin. Këtë hadith, kur e flasin, e ndërlidhin disa pi ulemave, një pejtën është Bishr ibn Harith, që shka thot? Thot, evladi kur rin afër prindit, edhe prindi janë dëgjon frymarrjet e evladit vet,
Kjo është ma e mirë për atë evlad, se me shku në luft edhe më ju ndi kërsi me e shpatës ti në luft. Ta Allah është ma e mirë që baba dhe nana me janë ndi frymarrjen e vladit vetë me pas afer, se me shku në luft atë me ju ndi kërsima e shpatës këti personi. Për atë dashurit e mi, edhe njerë për e përmbylli edhe për e përfundajlet e thire zonin, Allahu thash e ka lidh fort adhurimin ndaj ti me respektin ndaj prindve. Tha wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Fa Allahu e ka bo farz, ka pru urdhër të prerë që vetëm ajt adhurohet, wa bil walidayni ihsana, e me prind musil mirë. Nuk tham basaj falo, agjera, kry haqër, jo, silu mirë me babën dhe nanën. Edhe një herë, ti që e ki nanën gjallë, e ki babën gjallë, dia kimetin edhe shko ri afer kërkesave të tëre, se nëse ti këta e ban, wallahi billahi keme arrit knatësinë Allahut, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rida Allah ala rida al-walidain. Knatësia Allahut është me knatësinë e prindve. Knatësia Allahut është me knatësinë e prindve. Allahu na bof të respektueshëm ndaj prindërve tanë, na bof për atyne që hecim në rrugë drejt, edhe nuk ju him në hak prindërve, ju ndajmë afër kërkesave të tyre. Aty kja kem qëllu për mirësive të Zotit, kem gabuar për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.